LSDM ka akuzuar se firma për sigurime SGS gjatë vitit 2012 dhe 2013 ka fituar miliona euro nga subjekte të ndryshme në vend. Sipas LSDM-s, të dhënat nga Byroja për Furnizime Publike flasin se firma në fjalë nga themelimi i saj në vitin 2010 e deri në vitin 2013 ka arritur 28 marrëveshje me institucione të kontrolluara nga VMRO DPMNE. Nga LSDM pyesin nëse pas kësaj firme qëndron kushëriri i kryeministrit Nikola Gruevski, kreu i Agjencisë së Zbulimit dhe Kundërzbulimit Sasho Mjalkov, dhe a është kjo arsyeja që institucionet të shumta shtetërore të kenë nevojë për këtë firmë sigurime. Javното предприятие за държавни пътища сключило най-малко 2. Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore ka arritur së paku 2 marrëveshje me SGS-n në vlerë prej 430.000 euro dhe atë për sigurimin e pikave pagesore. Edhe kryetari i Shkupit ka ndarë tendere me këtë firmë. Qyteti i Shkupit ka arritur 2 marrëveshje me SGS në vlerë prej rreth 420.000 euro. Edhe Ministri e Kulturës nga VMRO DPMNE, Kançevska Milevska, gjithashtu ka ndarë bizele për këtë firmë. Për sigurimin, monitorimin me video, mbikëqyrje dhe mbrojtje të objektit, Porta Makedonia, Ministri e Kulturës ka arritur marrëveshje në vlerë prej 33.000 euro me firmën në fjalë SGS. Ndërkohë nga VMRO DPMNE kanë akuzuar kryetarin e Kumanovës Zoran Damjanovski se po punon sipas modelit të kryetarit të LSDM-s Zoran Zaev, duke ndarë tender për të afërmit e tij partijak, një prej të cilëve thuhet të jetë ishte deputeti Dragan Mitevski. Vrednosta na ovije 4 dogovori. Vlera e këtyre marrëveshjeve arrin 50 milion denar. Zoran Damjanovski vetëm për 7 muaj i ka arritur këto marrëveshje, pas çka ka angazhuar firmën e Dragan Mitovskit për rregullimin e shtratit të lumit Kumanovka. Më saktësisht, Damjanovski firmës Almi Petrol Doel Kumanov, vetëm për 7 muaj i ka mundsuar të ardhura mbi 50 milion denar. Akuzat mes LSDM-s dhe VMRO-s për skandale të ndryshme financiare nisën muajin e kaluar kur opozita maqedonase zbardhi rastin me tenderin e pajisjeve mjekësore prej 1 milion euro, të cilin Ministria e Shëndetësisë i kishte ndarë një firme ku si pronare paraqitet gazetarja e Sitelit Ivona Talevska.